Mirë se keni ardhur në një video të re. Unë jam Romilda, për ju që nuk më njihni. Dhe siç më ta shikoni këtu, kemi plot nga këto patatinat Pringles. Okej, Romilda, do të mësoj mirë anglisht. Kemi shumë, jam 11 copë dhe sot do bëjmë një challenge me këto patatinat. Unë dua që këtu në YouTube ta bëj akoma më të detajuar pak a shumë këtë challenge-ën, sepse i kam bashkëpunim, i mora në TikTok, aty mbarova punë, kështu që thash, Romilda, ta bëjmë dhe këtu në YouTube, se të dali interesant dhe t'i provojmë shijet. Se me thënë të drejtën, nuk është se i kam provuar të gjitha shijet e këtyre Pringles. Një ose dy shija mund të kem provuar në jetën time, edhe prandaj, kështu që qa kam provuar shpar, shija iku, tani do t'i shikojmë këtu së bashku. Okej. Ky jemi në një pozicion tjetër këtu, ku po bëj videon, kam tavolinën edhe mrapa duket pjesa tjetër e shtëpisë, por ju më shikoni mua, ndoshta është pak rrëmuj, injorojeni sepse Zoi bën punën e vet, edhe unë dua ta bëj këtë video shpejt e shpejt përderisa ajo është në gjumë. Kështu njerëz të dashur, vazhdojmë tani. Dhe ndërkohë, këtu mund të më lini në komente se a ju pëlqen këto lloj patatinash apo jo, kush është e preferuara juaj, edhe kështu, do ju pëlqej. Dhe po ashtu më lini nëse ju pëlqen kjo video, këto lloj videosh kështu apo jo, se edhe unë kështu mëso, e di pak a shumë. Kam marrë edhe ujë sepse normalisht duhet që të pi ujë që të dalloj shijet në njëra tjetra. Tani, do provojmë këtë. Morëm këtë Pringles origjinale. Kjo nuk është thot gjë ndonjë shije këtu, nuk ka. Shikojni. Do jetë kjo. I keni parasysh ato Coca-Colat origjinale edhe Coca-Colat të tjera, për shembull që janë në përbërje tjera, brenda ose jo origjinale ose me shije të ndryshme, dhe këto ashtu besoj është për këtë kallafin. Me thënë drejtën, nga emri që ka origjinale, kam pritur që të ishte, do me thënë, super e mirë. Por, nuk mendoj se është më e mira e mundshme. Dhe kësaj unë i jap notën 6. Tani, kalojmë tek tjetra, marrim një këtej. Kjo është me patate të ëmbël. Kjo është me patate të ëmbël, me këtë erëzën e me patate thashën, më falni, me specin e ëmbël, është kjo erëza. Unë këtë erëzën fakt e përdor edhe në përditshmëri, për gatime, më pëlqen, sidomos për shembull kur bëj gjell apo mishin, edhe i jep një shije të mirë. Më pëlqen. 9. Kësa jep një 9, mos them 10, por 9 ose 10 e ka të sigurt kjo lloj. Kjo është super mirë. Më e mirë se ajo që thot origjinale. Marrim një këtu. Kjo është thjesht me speca. Kjo është thjesht me speca dhe e provojmë. Edhe kjo e mirë. Edhe kjo e mirë, ky speci i kuq besoj i jep këtë shijen që ka. Dhe kësaj i jap një notë 8. Notën 8. Nuk jam aq e keqe, jo. Nuk është se po i jap nota të këqija. Prit, marrim këtë. Kjo është me pica. Ta shikojmë, mua më pëlqejnë picat, por nuk është se i konsumoj shumë shpesh picat, mund të haj një herë në 2 muaj ose 3 muaj ose edhe më gjatë, sepse e di që të shëndoshin edhe kam ngrënë shumë pica, sidomos në Shtatzani, por tani kam stopuar, edhe kështu që i provojmë.
Edhe kësaj notën 9 ose 10. Por tani që e ndjej mirëmirësien 9 më mirë. E mirë. Jo, e keqe. Tani, shikojmë të tjetrën, kjo është me salse dhe me uthull. Unë nuk jam një fanse e madhe uthullës. T'ju them një sekret, unë se përdor fare uthullën në ushqime apo edhe kur shikoj pipa kujse e ndjej që kam shumë shije në gojë. Edhe po i thoja, kur shikoj që bëjnë edhe salatën me uthull, okej, bëhet salata me uthull, se normalisht atë ka, por mua nuk më pëlqen fare, edhe unë, kur gatuaj për vete, ndash salata, për çak nuk i hedh uthull. Nuk më pëlqen fare uthulla. Edhe di që këto nuk do më pëlqen. Okej, dalë një herë. Mbas e ndryshoj mendje, por shumë e vështirë. Ja, që e ndjej erën direkte që më bllokon. Hiç, zero. S'm pëlqen fare. Nuk i marrë më ashtu. Këta e kemi me barbecue. Të shohim këta me barbecue. Me dhe. Mirë. Jo e keqe. Sa jap një 7 nga 10. Nuk është shumë e keqe. Marrim një tjetër në këtej. Kjo është me djath kremi, krem djathi, si thua djath kremi, krem djathi. Nejse. Dhe me këto erzat kështu, me bërziloke, me gjëra. E shohim. Më zakonisht të patetinat, flas për patetinat e tjera, i marrim ne me erza, me gjëra. Këto i pëlqejmë domethënë, dhe me këto djathra që janë. Çikojmë herë këta. Jo shumë e keqe. Sa po e fut në gojë, ndjen direkte atë sikur po ha bërzylok. Sa po e fut në gojë, sikur po ha bërzylok, ndihet. Dhe nuk është janë të këqija, me thënë drejtën, jap një 7. Po, një 7, se nuk është të keqe. Marrim këtë tjetrën. Kjo me çfarë është? Kjo është me këtë kremin dhe me qep. Kështu i marrim në patetinat zakonisht. Flas për Leisa që janë këto, jo si këto lloje, e keni parasysh ato patetinat e tjera që marrim me qese. Me qese, që janë të paketuara. Keni parasysh për çfarë flas. Vazhdo Romilda, mos fol më. Dhjetë nga 10, por edhe më shumë. Shumë e mirë. Tani e tutje, kur unë të shikoj si këto, kur blej si këto, e di se çfarë shihesh do dua të marr. Dhe kjo është një nga ato, edhe një tjetër që i thash 9 nga 10 që ishte me atë pataten e ëmbël. Këto të dyja deri tani janë, për mua janë super. Kjo njëherë shumë mirë. Marrim dhe këta. Kjo është edhe kjo me djath dhe me qep. Besoj se edhe kjo do më pëlqej. Se këto me djath, të thash, i kam fiksim.
Ta ha dhe një. S'do ha me drekun. Shumë e mirë. Edhe ajo do jetë një nga të preferuarat e mia që unë do blej kur të blej si këto. Marrim këtë tani, e cila është me ketchup. E para fundit. Unë nuk jam as fan se e madhe ketchupit dhe asnjëherë nuk konsumoj ketchup. Madje edhe kur shkojmë në për këto portoflaqe apo doner që janë këto, kur nuk e konsumoj. Nuk e di çfarë i pëlqejnë, nuk e di pse e pëlqejnë kaq shumë apo patatet me kështu apo nuk e di. Më mirë majonezi, nuk e di, unë jam tim majonezi, jo ketchup. Edhe di që kjo nuk do më pëlqej, po hajtë më, ta provojmë. Por japim një dysh, se është pak më e mirë se ajo me uthull. Kështu që një dysh këtyre me ketchup. Tani, kemi edhe këtë të fundit, të cilën nuk e kam hapur fare, kam harruar ta hap, e cila është me djegës. Shumë djegës të kjo, hot spicy. Shohim tani. Marroj dhe ujë, por këtu do mbyllet video, kështu që ta provojmë edhe këtë, edhe pastaj unë mund të shkoj të pi ujë. Goca na falni sepse po e bëj këtë challenge-in pa u lyer, pa asnjë gjë, por me thënë drejtën, po për to, ja, Zojën e kam gjumë, edhe thash, okay, do ta bëj kështu, se besoj se edhe kështu, të dalësh natyrale, ju nuk e keni bezdi, se ndonjëherë shikoj ca youtubere që jo të dhe përgatiten, lyen e kështu. Okej, është gjë e mirë, sepse normalisht i kushton rëndësie, kështu gjëra, është e vlerë, por këtë rast s'po shoh, dhe ka plot youtubere që dalin dhe kështu dhe mua më pëlqen shumë. Kjo ishte si tip kështu. Pauzë. Tani, vazhdojmë, provojmë këtë. Oj. Vazhdojmë, Romild. Okej. Kur e provon një, vetëm të gjua të ngel ajo pjesa e djegjes që të djeg, besoj se të konsumosh më shumë se, po di unë, 3-4 copë, hajde e zem 5 copë, se ne kur dihet që kur fillojmë një patetin, ne marrojmë direkte një pako flas e mbarojmë, sepse ose shikojmë një film a diçka, mbarohet. Por nuk e di, nuk besoj se mund ta marrosh gjithë pasi të digjte. Të gjuha të djeg edhe ta hash vazhdimisht, mendoj se do të djegë akoma më shumë. Unë nuk është se jam edhe shumë fan se, do me thënë, okej, përdor këto djegëset, por që më djegi shumë, jo, nuk e dua me pak, me karar, kur i thonë që ta ketë atë lezetin, atë shijen pak. Okej. Tani miku ajo djegja, se unë një hangra, nuk e di si do jetë kur të konsumosh më shumë, dhe kështu që po i japim një 5 edhe shije, nuk është se ka në shije, kush e di, thjesht ka djegjen, asgjë më tepër. Një 5. Mirë, edhe po, më mirë sa ato tjera që njërën lash me 2-3, atë me 0, kjo me 5. Okej. Mirë pra, këtu po e mbyll këtë challenge, këtë videon, edhe nuk e di, këto videot kështu me t'i provuar këto gjëra, më pëlqejnë shumë, kështu që më thoni edhe ju nëse ju pëlqejnë, edhe më thoni ndonjë ushqim tjetër që ta provoj, si tip challenge, ose, më falni, ku e di unë, pija, ose çokolata, ose nuk e di, më thoni, edhe mund ta bëjmë, mund ta bëj unë, domethënë, edhe ta shikoni juve. Kështu goca, tani unë ju përshëndes,
Faleminderit për subscribe edhe mos harroni të më bëni akoma subscribe. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për mua, pse jo mos të shkoj edhe unë 1K pak të subscribe, edhe avash të rritemi, edhe kështu. Ju përshëndes dhe do shihemi në video të tjera. Bye bye, puçi për të gjitha.